nuk marrë përsipër të sqaroj asnjë deklaratë që ka sqaruar vetë zoti Berisha. Ndërsa ajo çka do duhet të diskutojë është pikërisht kjo loja e pisët që Rama po bën me protestën. Kam qenë në krye të protestës studentore, besoj se më bani mend. Eksakt. Protesta studentore është një model se si duhet strukturuar kjo. Jam telefonuar personalisht nga zoti Rama shumë minuta për të qenë pjesë një takimi me zotin Rama dhe kam refuzuar për të qenë pjesë një takimi me zotin Rama, sepse kam respektuar protestën studentore, kam respektuar vullnetin e studentëve dhe kur protesta nuk është e jotja, ti nuk mund ta marrësh përsipër dhe të shkosh të negociosh. Ti mund të negociosh për emrin tënd, po jo për qindra mira qytetarë që dalin në shesh dhe ata nuk dalin për lëvizje politike. Ata dalin kërkesa tyre primare është dorëheqja e Edi Ramës e pa negociueshme. E ndoqë për Arber, më lejo të them, Edi Rama është mjeshtër propagandës dhe në mesin e asaj proteste patjetër që ka edhe njerëz të Edi Ramës, të cilët Edi Rama e ka pjesë edhe në protestën studentore e ka përdorur. Atëherë, interesi i Edi Ramës është që t'i marrë ata si negociator dhe t'i thërrasi ose t'jetë ura lidhse për të ulur disa prej tyre në negociata. Unë jam me protestën dhe me sheshin me qytetarët të cilët më lejoni të them që unë kam parë në atë protestë, qytetarë krejt pa interesa politike, krejt pa interesa personale. Po, edhe interesa të kundërta politike. Por më lejoni t'ju them që Edi Rama në këtë moment, për t'i shtuar diçka mikut tim, unë dua t'i them që Edi Rama nuk do ketë kohë për të bërë marrëveshje politike me asnjë parti të re. Atëherë më lejo të them dhe po ta them enkas nga kjo studio, Edi Rama nuk do ketë kohë për të bërë asnjë lloj marrëveshje më politike, sepse hallët e Edi Ramës, se vetëm një njeri në hall mund të veprojë ashtu siç vepron Edi Rama. E pat sot se si i sulmonte mjekët të cilët i ka lënë pa vigona, mjekët të cilët i ka lënë pa shtratëra në urgjencën kur unë kam çuar babain, mjekët të cilët janë pa ilaçe, mjekët të cilët marrin rrogat më të ulta, mjekët të cilët i diskrediton çdo ditë, sot sulmin dhe fajin për protestën ja kishin mjekët. Se ti mendon është gjë e lehtë të hapi Kongresi Amerikan hetim për lidhjet qeverisë me drogën? Pikërisht e thash, por duke qenë se ishte tema, unë dua t'i them Gretës që hetimin që ka hap Kongresi Amerikan për lidhjet e Edi Ramës me drogën dhe më lejoni që dosja e Arubës dhe dosjet të tjera që kanë ardhur nga partnerët tanë, më lejoni t'ju them që zyrtarët të rëndësishëm të Partisë Socialiste kanë ardhur dosje të cilat janë të përkthyera, janë vetëm për firmë dhe për ekzekutim. Ata po presin që të marrin pushimet në mënyrë që t'i shtyjnë deri në shtator, por do duhet 1 minutë përpara të veprojë sa më shpejt spaku me dosjet që kanë ardhur nga jashtë. Ta them këtë Arber se do ndihmojnë analizë. Kam përshtypjen se do ta lësh pak Arber sapo të sillim pak ujë, kimi që të duhej ujë. Unë mendoj që plani i Ramës është. Pra Rama e di do iki. Rama përgatit bashkëqeverisjen apo qeverisjen e vet pas etiki. Se mendon që mund të kapë në pozicion tjetër. Dhe i duhet një mbështetje, sepse nga 313-a. Nëse nuk shkon atje, planin e ka të shkojnë vend tjetër. Ati i duhet një parti për të ndarë nuk marrë më pushtet. I duhet një parti aleate për të ndarë pushtet. Nga ku, nga hiqi? Dhe gjëja më e mirë, ku ka gjë më të mirë për Ramën se të manipulojë një fuqi të tillë, të nxjerrë një parti alternative, që thotë të rrëzon sistemin, por në fakt shpatallon përfundimisht opozitën dhe PD, dhe nesër mund të ulet të bashkëqeverisi me PS-n tjetër. Deri në skenar mendon që mund të shkojë. Në shtim se nuk e për të qenë. Rama ka kry punë, Greta. Rama ka kry punë. Po PS-ja jo. Tani, PS-ja patjetër që ka një qasje ndryshe. Kam një qasje pak ndryshe. E para punës nuk besoj që Rama ka qenë interesuar që të ndodhte kjo protestë. Pra kjo është një protestë që nuk është në kontrollin e zotit Rama.